Pjesën e fundit të emisionit, foto 25, ja ka përmend emrin Dejona Mihali. Merrem me mend çfarë duhet të bëjmë ne të tjerët sipas standardit zemaj. LDK-ja e lejo kërka mendimin ndryshe, por jo pyerjet e sulmet se atyre ju përgjigjet me grosht. Diçka di profesoreshi Kmetja kur thot nuk ka bash siguri në vend për investime. Dejona Mihali. Kush është Dejona Mihali? Është koordinatore e sekretariateve televizjes vetëvendosje që përçon prej një sekretariati në sekretariat politika televizjes vetëvendosje për çka? Lëvizja vetëvendosje në kuadër të programit të vet i mbron sekretariatet dhe i bashkon politikat me çka politika janë ardhur në pushtet. Që kjo është Dejona Mihali. Dhe gjithashtu administratore aty në grupeve WhatsAppit ku japen tenderat e Kekut apo jo? Edhe aty o pjesë, apo? Bëm pjesë sepse i përfaqëson interesat e partisë, i përfaqëson qëndrimet e sekretariateve, i përfaqëson qëndrimet e sekretariateve. Dëgjani veç pak, a e dini kush po fol për siguri? Kush po fol për siguri dhe kush po fol për... Unë bëj pyetje, edhe nuk po du më përgjigj. Po du me tregu kush është, të tregova që është koordinatore dhe për të tjerat... Jo, për tjerat e dim. Dejona Mihali është në toka e lëvizjes vetëvendosje, sepse kurse kemi pa t'ullën në studio. Dhe më thonë, Dejona Mihali ne shohim në postime her pas herë, e cila dhe më thonë edhe kur i bën postimet nuk i ka të drejt për drejta, sepse shpif, dhe nuk thot asgjë tjetër, dhe më thonë, sepse tutet prej padive për ndryshe,